nesër kam një gjyq me gjyqtar Genti Dogullari. Këtu ke gjykata administrative penale ke Ura e Lanës në orën 13:00 në sallën e Këshillimit. Por i bëj thirrje gjyqtarit të çështjes Genti Dogullari. Sot unë i kom bo edhe një kërkes për shtesat me shkrim kundër ankimit të prokurorit Bledar Valikaj. Po gjyqtarja e shkallës parë penale Gentiana Hoxha, Gilta Hoxha, ja ka kthy prokurorisë, po prokuroria po na çon drejt vetë gjyqësisë. Kjo është prokuroria e Tiranës, Arend Shela dhe Suela Sallovaçi mbrojnë prokurorët e korruptuar. Bledar Valikaj edhe të tjerë si i kom përmend me emra dhe mbi emra. Por i bëj thirrje prokurorit, gjyqtarit që të gjykatës penale që ta shikoj me vëmendje, gjyqtarit Genti Dogullari që ta shikoj me vëmendje këtë çështje se prokuroria po na çon drejt vetë gjyqësisë mbrojnë kriminalet e tokave. Prandaj nuk ka bo asnjë lloj hetimi dhe gjykata penale po ja kthen gjithë çështjet që kam unë në prokurori. Po megjithatë gjyqtari Genti Dogullari i ka çështjet të gjitha në dosje letra, të shikoj me vëmendje se Gilta Hoxha e ka kthy për në prokurori për të hetuar çështjen me këto kriminalet të tokave. Mbrojnë Edmond Gjafën si ka ble tokat kufitar me mu, aty nuk më ka thirrë mu, pranaj se kush i ka falsifiku, se si i kanë bo, këto nuk bëjnë as i verifikim. Prandaj kërkoj vetëm drejtësi, mas shkojmë ke vetë gjyqësia. Se prokuroria e Tiranës, Arend Shela dhe Suela Sallovaçi dhe drejtësia se nuk kom lon vend pa çu letra, Ibrahim si e ka ai, i kom çu letra gjithë KPLP se kë gjë se gjithë këtyve, po këto mbrojnë prokurorët e korruptuar. Prandaj i bëj thirrje gjithë prokurorëve të ndershëm dhe gjyqtarëve të ndershëm, po qenë prind, mas na çojnë ke vetë gjyqësia. Se do vi dita, edhe kjo do bëhet një ditë vetë gjyqësia, kështu si po na çon prokuroria e Tiranës duke mbrojtur kriminalet e tokave. Nuk bën as i ballafaqim, as një letër, mbrojnë vetëm kriminalet e tokave. Po të mori tokën, ai me që noteri, me që i kanë bo, nuk e di se këto zgjidhin noterët si janë të korruptuar. Prandaj, i bëj thirrje publike Genti Dogullarit që këtë çështje ta shofi me vëmendje dhe mas shkojmë ke vetë gjyqësia. Po që prind, mas shkojmë ke vetë gjyqësia. Unë i kom lëmru të gjithë, edhe këto si kanë bërë shkelje, gjithë prokurorinë e Tiranës, për ditë të bë thirrje, i kom çu letrën për ambasada, për gjithë, si nesër pas nesër mos më thonë që u bo. Që unë i kom lëmru edhe këto si mbrojnë këto, ato e din mirë, se unë po bëj vetëm drejtësi. Kërkoj drejtësi, pa mu, pos pa drejtësi, do ketë vetë gjyqësi. Vetë gjyqësia bëhet kallaj, mena 20
24 sekondë bëhet vetgjyqësia. Prandaj kërkoj vetëm drejtësi. Prandaj i bëj thirrje publike gjithë gazetarëve të gjithë emisioneve që janë këtu në Shqipëri. Që të na shikojnë se prokuroria e Tiranës po na çon drejt vetgjyqësisë. Prandaj kush janë gazetarë të ndershëm na ndihmojnë me këto prokurora të korruptuar. Ka edhe prokurora të mirë, po nuk i lejnë me punu. Këto majnë vetëm Bledar Valikën, si i kom bëhe në letra, i kom qu Këspaku, i kom qu gjithë ne, dhe këto po mbrojnë prokurorin Bledar Valika që e mbron edhe bashortja e vetë Monela Felaj, që mbajnë biemra të ndryshëm që gjykata prokuroria mas na çoj ke këto. Se këto mbajnë biemra të ndryshëm si populli shqiptar mas i njofi këto kriminala. Prandaj i thom gjyqtarit Genti Dokollari ta shikoj me vëmendje nesër që ne mas shkojmë ke vetgjyqësia. Duam vetëm drejtësi, jo vetgjyqësi, vetëm drejtësi. Bëj thirrje të gjithë ambasadëve këtu në Shqipëri dhe ambasadës amerikane që ndodhet në Shqipëri, i kom çu letra për këtë prokuror të korruptuar dhe duan ndihmën e të gjithëve. Që ne mas shkojmë ke vetgjyqësia, po shkojmë ke drejtësia. Se pos pa drejtësi, drejtësia bëhet mrena 24 sekondas. E bëj unë. Edhe ato, si i kom përmend me emra, me mbiemra, e din mirë që një ditë, po nuk pa drejtësi, do ketë vetgjyqësi. Prandaj unë thom vetëm ke drejtësi, jo vetgjyqësi. Ju falenderoj shumë nga zemra gjithëve dhe njëherë prokurorit të Tiranës Arançela dhe Suela Sollovaçi që po mbrojnë prokurorët që i kom përmend me emra dhe mbiemra, mos i mbrojnë se do vi një ditë do bëhet vetgjyqësi. Dhe i kom lemru që mos shkojmë ke vetgjyqësia, po shkojmë ke drejtësia. Gjykata shkallës parë penale Edmond Gjafën, këto janë tu e mbrojt. Po nuk mund të mbrojnë me krimet që ka bëhe me notere me gjitha. Prandaj të dalin ti bëjnë gjitha ato dhe gjyqtarja e shkallës parë Gilda Hoxha ja ka kthy gjykatës, ja ka kthy prokurorisë së Tiranës për hetim të thelluar. Këto nuk bën hetim të thelluar, se Bledar Valika do me mbrojt kriminalat edhe këto të drejtërisë të prokurorisë së Tiranës, Arançela dhe Suela Sollovaçi e sollën këtu në gjykatën penale, administrative penale, me ikara me gjyqtarit Genti Dokollari, nesër me datë 8 i 4 në orën 13:00 në dhomën e Këshillimit bëjnë ta. Unë sot i kom qu edhe për shkrimet e mia, megjithatë ai ka gjithë aty që kemi qu gjykatës penale, shkallës parë, i ka gjithë në dosje që i kemi qu prokurorisë, si na heki e në prokurorit të Tiranës, si na heki këtë prokuror Bledar Valikaj, se është në kundërshtim me ligjin për mu. Ka pas e çështje tjera, i ka mëll, janë po këto.
Prandaj kërkoj vetëm drejtësi nga gjyqtari Genti Dokollari. Po që e prind, mas na qoj drejt vetë gjyqësisë, po qkojmë ke vetëm ke drejtësia, se vetë gjyqësia bëhet shpejt. Ju falenderoj shumë nga zemra, nesër do t'ju njoftoj prapë se ç'ër bëhet e ç'ër s'bëhet tu me këtë. Do Zoti ka shtet dhe gjukat. Këto gjyqtar, shalla janë gjyqtar që mendojnë për popullin që ne ma shkojmë ke vetë gjyqësia, ky Genti Dokollari, do Zotin nesër të shohim që vendimi do japi Genti Dokollari. Dhe do të njoftojë në të gjithë ambasadat dhe do ta bëj publike. Prap, ju falenderoj të gjithë për një drejtësi të barabartë të gjithë me ligjin. Si fukarit, ashtu dhe këto kriminalët të tokave dhe këto prokurorë të korruptuar dhe ka gjyqtar të korruptuar, por gjykata penale e shkallës parë janë të ja kthy gjithë çështjet prokurisë. Por prokuria i bi këtu. Tash do të shohim ç'e vendimi do mori nesër. Gjykata i ka letrat të gjitha në dosje dhe do t'i paraqes edhe mund të gjithë shkresat e mia ma di tjetër që kom qu e që s'kom qu. I ka gjitha ky prokuror, ky gjyqtar i ka gjitha në dosjen. Genti Dokollari. Ju falenderoj gjithë, Zoti e mbrof Shqipërinë nga këto kriminala. Amin.